Shikues të nderuar, mirë se vini në emisionin ton Intervistë. Sot të ndodhemi në këtë ambient të bukur për të intervistuar një zë që flet nëpërmjet shpirtit, që shkruan me ndjenjë dhe ka pushtuar zemrat e lexuesve jo vetëm brenda vendit, por edhe përtej kufive. Ajo është një grua e bukur në paraqitjen e saj fizike, por e jashtëzakonshme në thellësinë e fjalës. Poezitë e saj janë si dritare të hapura drejt ndjeshmërisë dhe njerëzore ku preken dashuria, dhëmbja, heshtja, por edhe fuqia e brendshme. Është kënaqësi dhe nder që të kem sot prezente në emisionin Intervistë një ndër autoret më të mira dhe më të dashura nga Malësia e Madhe, zonjën Mimoza Rexhelaj. Mimoza, faleminderit që e pranove ftesën e televizionit Bojnë. Kënaqësi për mua të jem sot me ty dhe gjej rastin të përshëndes teleshikuesin tuaj atje, por dhe të uroj ty për këtë nisëm të re dhe fillim të ri në karrierën tënde. Shumë suksese dhe shkëlqe, siç ke shkëlqyer gjithmonë. Faleminderit shumë. Atëherë, si filloi për ty dashuria për poezinë, në cilën moshë kuptove që vargjet dhe shpirti yt kishin një lidhje shumë të fortë? Mund të na thoni ndonjë çast pra nga kjo pjesë? Besoj që kam filluar të bëj poezi para se të mësoj të shkruaj. Kemi lind bashkë, asë unë nuk e di, po që në moshën e vogël në fëmijëri dikon në klasën e parë, fillova ato vjershat e thjeshta me rrim, që kërkoheshin nga zyshat, pastaj filloi konkurse që bëheshin brenda shkollës. Edhe shpirti konkurrues, garues i im ishte shumë e kërkoja poezinë në fillim, e kërkoja me ngul. Pastaj është një ndjenjë e natyrshme që të merr, edhe është një çlirim i shpirtit. Unë poezinë e quaj si terapi, që të çliron, t'jep mundësi të shkarkosh energjitë e tua, pse jo të prekesh edhe të tjerës, se ka shumë njerëz që e ndjejnë poezinë, po nuk e shkruajnë. Atëherë, pse jo mos të bëhemi pjesë e tyre edhe ne. A mund të kujtoni vargjet e para? Kujt ja keni kushtuar? Nënës, babait, mësueses? Unë kam humbur babain në moshë shumë të re, dikun në klasën e 7, edhe besoj që poezia saj përjudha më ka ndihmuar shumë të dal nga gjendja që kisha, se ishte një humbje e madhe për familjen time. Motrat e mia ishin shumë të vogla, unë isha e madhja, sa mami tashi më bën shumë vrejtje, më thotë që gjitha poezitë e tua janë me bab, thotë, po mama keti, i thash kam edhe për ty, po mirë, për babin thotë ke shkruajt shumë. Edhe besoj që atij ja kam kushtuar pothuajse numrin më të madh poezive dhe që ka qenë një dashuri vete. Prindi është për gjithë, por kur takohesh me një disfat tillë moshë të vogël, besoj që kjo t'jep edhe një shkas që ta lëvrosh më shumë poezinë, por edhe ndjeshmërinë ta kesh më të madhe, sepse është mosha që sapo ke hyrë në adoleshencë, ndjenjat e tua janë më të zjarrta, njeriu gjen dashurinë, por gjen edhe dashurinë që është për prindrit. Poezia juaj shpesh përshkruhet si nga ndjeshmëria e thellë, por edhe një forcë e heshtur. Si e ndërtoni ekuilibrin mes delikatesës dhe rezistencës në vargjet tuaja? Poezia është ndjenjë, siç e the, dhe vjen natyrshëm, nuk është se e kërkon ose që ti vendos që unë të shkruaj një poezi dhe do jetë kështu. Vjen natyrshëm, rrjedh prej shpirtit, e hedh, edhe kam vënë re që kur i rikthem për ta korrigjuar, duket se e prish fare. Dhe them më mirë lere me frymëzimin e parë, në momentin magjik që ti e kap vargun, edhe lër ashtu them, të brish, të papërpunuar, të thjesht, është më i ndjeshëm edhe besoj që pëlqejt më shumë tek lexuesi. Kto e kam vënë re tek rrjetet sociale, kur ne hedhim ato poezi bruto, parashikuar ndonjëherë me ndonjë gabim të vogël, po kam më shumë pëlqim dhe më shumë mbështetje dhe më shumë dashuri lexuesi për poezinë e thjeshtë. A keni një rutinë të shkruarit, apo ju vjen natyrshëm dhe spontanisht? Se kam kërkuar asnjëherë me thënë drejtën, gjithmonë ka ardhur vetë. Ç'e di, nuk ka se them që sot do shkruaj këtë, apo këtë periudhë do bëj këtë. Më vjen, përpara mbaja një blog të vogël ku i shënoja, pastaj me teknologjinë përdorim telefonin direkt, edhe kur më vjen shkruaj.
pak rëndësi ora, ditën, natën, në mëngjes, mund të më ketë dalë edhe gjumi, mund ta kem shkruar dhe në mëngjes kam buzëqeshur, kam vënë pas kam bërë një perlë. Nuk, si frymëzoheni ju? Nga çfarë ju vjen më së shumti frymëzimi për të shkruar? Si natyrë jam pak zbiriluese. Më pëlqen të hetoj dhe të shoh natyrën njerëzore, domethënë marrëdhëniet njerëzore. Ndoshta ngjarje të ndryshme pastaj ndikojnë. Pyetja që na bën rëndom shumë, ku ja ke kushtu këtë poezi? Ne nuk i kushtojmë dikujt në veçanti një poezi. Mund të jenë familjarët tanë që marrin disa nuanca prej nesh. Por përgjithësi poezia është universale, është për gjithë. Në moment që ti e bën publike, nxjerr në libra, ajo është poezia e lexuesit. Edhe ne si shkrimtar përpiqemi që sa më shumë t'japim që t'jemi afër lexuesit. Atëherë pra sigurisht e cekët edhe ju këtë përgjigje, por unë kam edhe një tjetër pyetje që lidhet direkt me këtë. Në një botë gjithnjë më të shpejtë dhe më të zhurshme, si arrini ju që ta mbani të ngjallë poezinë tuaj për lexuesit? Po, duke qenë se kjo bota po na merr përpara, edhe ditët kanë filluar të bëhen gri e pak të vështira për njerëzit, në përgjithësi, jo vetëm në Shqipëri, por kudo. Bëhen të vështira. Poezia është si një oazë i vogël ku ti largohesh nga turma, nga zhurma, nga e përditshmja, nga ngarkesa, nga vuajtjet që mund të kemi, nga stresi i ditës, edhe nëpërmjet poezisë, leximit, shkrimit, të dyja domethënë, se nuk ka se do shkruajmë gjithmonë, ne edhe lexojmë autor ndryshëm. Është një mënyrë për t'u shmangur nga kjo dhe për të ndërtuar vetveten, për të rritë vetveten, për të hap dritë për veten, pastaj kjo dritë reflektohet edhe tek tjerët. Pra sa më plot t'jesh ti, aq më shumë dritë ke edhe për tjerët. Shumë mirë. Atëherë mund të na thoni se në ç'mënyrë mënyrë ka ndikuar krijimtaria në rrugën tuaj personale shpirtërore? Fakt, unë poezinë e kam zgjell si dashuri për veten, vetveten, por edhe që këtë shpirt që kam, që më ka beku Zoti, ta shpërndaj pak edhe të tjerët. Dhe gjithmonë në botimet e mia, ndaljet e mia, në aktivitetet ndryshme, përpiqem tek të gjithë njerëzit që takoj t'le diçka të bukur nga vetja, qof një varg, qof një fjalë, qof një shtrëngim duash, qof një buzëqeshje, për t'u kujtuar për mirë. Për t'u kujtuar për njeriun që jam edhe thjeshtësinë time. Kjo është domethënë, dua që t'jap sa më shumë edhe t'kujtohem sa më gjatë. Atëherë, si është për ju të jesh një grua poete këtu në Malsinë e Madhe? Çfarë vështirësish dhe sfidash mund të keni hasur ju gjatë këtij rrugtimi? Ndoshta në fillimet e mia, kur nuk njihesha, nuk dinin shumë për mua, ndoshta kjo ka qenë, po Malsia është dashamirëse, artit dhe kulturës, është shumë dashamirëse ndaj të bukurës në përgjithësi. E mbështet, e afron, i jep vlera, por nuk është se ka shumë. Domethënë jemi pak në numër edhe përpiqemi që gjithë secila prej nesh t'jap pakës nga vetja, jo vetëm për veten e vet, por edhe që Malsia tërheqtohet atje ku e meriton, mes autorëve më të mirë, se ka nxjerrë Malsia autorë të mirë, të lexuar, që janë edhe krenari kombëtare, edhe botërore, ndërkombëtare, por te vajzat, te gratë është i çik më e vështirë. Vazhdon pak ajo e vjetra, ka i çik nuanca që të pengojnë her pas here. Por në përgjithësi për mua kanë qenë shumë dashamirës dhe shumë sopërtues. A ka patur raste ku ndjeshmëria është interpretuar si dobësi dhe si keni përballuar ato momente? Ka dhe raste tjerë. Jo shumë njerëz arrin ta prekin të brishtën. Ne sado që përpiqemi të jemi të fortë në jetën tonë, ne jemi edhe të brisht, kemi momentet tona delikate, por duhet të mësohesh që t'i kapërcesh me një buzëqeshje dhe në një moment caktuar edhe ata do kuptojnë që
kjo brishtësi është e natyrshme, sidomos te vajzat dhe te gratë. Por brenda saj ka dhe forcën për të reaguar kur është momenti. Ju keni një zë të veçantë në letërsinë shqiptare, por edhe jashtë saj. Megjithatë, a ka ndonjë ndjenjë që nuk arrini ende që ta përktheni në fjalë, ose ndonjë varg që nuk e ka gjetur ende rrugën për tek botimet e tua? Të gjithë ne jemi në përpjekje për të arritë krijimtarinë perfekte, atë që do lërë shenjë në historinë e letrave. Pra jemi në kërkim e sipër për ta gjetur. E di në momentin e caktuar kur të vi, do e bëjmë publike, por asnjë prej autorëve nuk e din që kjo poezi ose ky libër do arrijë më shumë apo më pak. Është një dalje jotja, një pjesë e jotja, një ndjenjë e jotja që kërkon ta ndash me tjerët. Kështu që jemi në kërkim të vargut perfekt. Atëra mund të na thoni Mimoza se sa libra keni botuar deri tani dhe në cilat vende apo evente keni marrë pjesë dhe a jeni vlerësuar ndonjëherë me çmime? Unë kam 6 botime, një është përkthim në gjuhën malezeze, mund të tregoj edhe për lexuesin tuaj, është nga enti që është për pakicat, edhe çmime ka marrë shumë, sa nuk i mbaj mend të gjitha, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, personazhi i vitit e Buna 1, poetja më e mirë, nga këto. Në festivalin e poezisë Dursake kam marrë 2-3 çmime të parë 2-3, në Kosovë kam marrë mirënjohje, në Malin e Zi kam marrë, në Bjellopolë në festival kam marrë mirënjohje, në Ulqin. Po di, janë shumë, domethënë nuk mund t'i numëroj, janë shumë. Atëherë Mimoza, ju e cekët se jeni vlerësuar me disa çmime në disa vende të ndryshme. Cilën do ta vlerësonit ju si më të rëndësishmin për karrierën tuaj? S'po them i rëndësishmi, po shumë i dashur, se ishte edhe një sprovë e imja të shkruaj në gegrisht. Ishte festivali në Lezhë, Eja në Lisus, ku mora vendin e parë Azem Shkreli, pra ishte sprova ime e parë të shkruaj në gegrisht. Pastaj është një festival që bëhet online në Bosnjë Hercegovinë, Mile Dueli, edhe aty u rendita në vendet e para në top list. Agjencia Buna 1 nderon shkrimtarët vit pas viti dhe është një konkurrencë online me klikime. Edhe atë kam marrë vendin e parë si poetja më e mirë. Janë shumë, domethënë, po për momentin këto po më vinë. A të motivojnë këto çmime akoma më shumë që të shkruash më shumë, apo? Besoj që janë borxhe, se në moment që ti vlerësohesh nga një audiencë e madhe, kupton se sa e rëndësishme je dhe sa borxh ke ndar këtyre njerëzve që të mbështesin. Pra, ti ndërgjegjësohesh me veten tënde se duhet t'japësh edhe më shumë që lexuesi jot ta gjej atë ç'a pret prej teje. Ta japësh atë dashuri ose atë letërsi të mirë që ato presin. Atëherë Mimoza, mund të na thoni se cili është autori, pra shkrimtari i juaj më i preferuari? Nga fëmijëria ime kam një autor që mund ta quaj dhe dashuria e parë për librin, është Migjeni. Nuk besoj që s'ka shumë të tjerë që nuk e duan, pra është dashuria shumëve, por kur kam marrë librin e tij, e gjeta te biblioteka e tezës time, Vargjet Lira, dhe ishte botim shumë i vjetër, nga ato që pothuajse janë zhdukur tashmë. Edhe fillova të lexoj. Ngela, wow. Edhe sot kanë kalu shumë vite që nga fëmijëria ime jam përsëritur. Wow. Jemi në faqen, e kemi pas dhe kemi në elitën, në zërat më të mirë të letërsisë shqipe, një Migjen, i papërsëritshëm. Pavarësisht se ka shumë të tjerë që japin shumë, që punojnë shumë, por ai ngelet i veçantë në llojin e tij. Mirë, atëherë po për sa ju përket brezave të rinj, pra autorëve të rinj, si e shihni ju lidhjen e tyre me poezinë? A duket sikur është e vakët apo po ecin me të njëjtin intensitet si para Duke shkrimjes? qenë se jam mësuese dhe jap lëndën e gjuhës shqipe, gjuhë dhe letërsi, në shkolla kur unë punoj nuk ka një numër të madh nxënësit, po ka
prodhim. Do me thënë, nxënësit e mi, në periudha të ndryshme, që ne bëjmë këto konkurset brenda shkolle, për vitin e ri, për festat e flamurit, për 7 marsit, shoh që prodhojmë poezi shumë të bukura. Poezi që ndonjëherë si kam lexuar as tek autor të mëdhenj. Dhe besoj që poezia vazhdon të ketë prurje, është një gurë e pashtershme, dhe unë këtë e shoh edhe tek fëmijët e mi. Vajza e madhe shkruan pak, por i mbir është student i mjekësisë, viti 2 këtë vit, ka një pemë krejt veçantë prej meje, dhe kur lexoj poezitë e tina, ja marr mshefta se për momentin pak ka publiku, po besoj që nga vjeshta e vonë do ketë një libër të tillë. Besoj që rinia e do poezinë dhe gjen veten mes artit të bukur të fjalës. Dhe ka një stil krejt veçantë prej neve. Ndoshta ne nga shkolla, nga leximet që kemi bërë, kemi ngel tek tradicionalja, duam të shmangemi të hymë pak te modernja, po e kemi me një sforcë të madhe. Ata janë shumë më të mirë se ne. E kapin shumë më bukur se ne. Po për sa ju përket eventeve kulturore dhe promovimeve që mbahen në malsi të madhe, sa jeni ju e kyçur me pjesëmarrjen tuaj? Me thënë të drejtën, nuk ka një jetë të gjallë kulturore Malësia, dhe mua për këtë më vjen keq. Unë komplet pjesën time e kam mbuluar në Shkodër, te lidhja e shkrimtarëve, dhe aktivitetet që organizohen te biblioteka. Malësia nuk ka një bibliotekë, edhe duke mos pas një bibliotekë ose një shtëpi kulture, të privon për të ndërtuar edhe aktivitete të tilla. Pra janë aktivitete spontane të vogla të her pas hershme. Por realisht nuk ka një festival të mirëfillt poezie, apo një aktivitet që bëhet i përvitshëm, që krijon lidhje me vendet e tjera, që ne mund të ftojmë poet nga zona të tjera, që mund të bëjmë diçka të madhe për t'i dhënë njohon, dhe mua për këtë më vjen keq. Kjo është edhe pak problem ndoshta institucional, nuk do hym kësaj pjese, por do ishte mirë që Malësia ta kishte një të tillë. Atëherë sigurisht që lexuesit do të donë të dinë pra nëpërmjet kameras tonë nëse keni gati ndonjë libër të ri, ose a keni dëshirë që të livroni ndonjëherë dhe të shkruani ndonjë roman ose ndonjë libër tjetër përveç poezisë? Kohët e fundit kam përdor esen më shumë, esen medituese, reflektuese, për të zbirilu pak shpirtin e njerëzve. Disa smundje mund t'i quaj, kështu që i kemi gjithë, po nuk i pranojmë, edhe më ka pëlqy, domethënë, edhe jam prit mirë. Nuk kam botim, por në faqen time jam përpjek, e kam parë që është shpërndarë shumë dhe kam marrë shumë komplimenta, domethënë ju është pëlqy mimoza në mënyrën e të rrëfyerit dhe të prekjes së ndjeshmërive të lexuesit. Besoj se një të ardhme, pse jo. Material kam plot gati, por nuk jam shumë kështu që të botoj shumë dhe shpesh, se më duket se ja hek atë magjinë e individit. Por në faqet e mia, në gazetat periodike, në revistat, në librat e ndryshëm që bëhen me autor, përpiqem her pas here dhe botoj. Shumë mirë. Nëse do të mund të bëni një përzgjedhje për një nga poezitë tua më të bukura, pra që ti e ke veçuar nga të tjerat, cila do të ishte ajo ose ato, dhe a keni kënaqësinë që ta na interpretosh këtu për televizionin tonë? Tash unë po ja lë rastësisë, nuk po hy të zgjedh, se i thojnë si të pyesës një nënt, se cili fëmijë jot është më i mirë ose më i bukur. Janë gjithë. Ja po zgjedhim ku t'na takojnë. Na doli me liqen, me që jemi edhe këtu te liqeni. Ndonjëherë hëna, perdën e mëndafshe ule kqyret në pasqyren e liqenit. Se i shënohet bukurisë së vet, këtë mund ta di vetëm ajo, se në të tjerat vetëm e përtypin këtë mizasken me rite masonësh. Hëna ndërkohë, druhet se e fshe gjysmën e saj, atë të veshur me arë, se ka frikë t'ja lexoj qedhi pa mal, gjigant, kureshtar. Ndaj kujdeset aq shumë hëna, vetëm faqen e parë të na e tregojë ne toksorëve magjinë e mistereve të saj.
Shumë bukur, kjo ishte një poezi e shkëputur nga libri. Libri Edhe dashuri qofsh është një botim në malin e zi nga Enti. Përkthyer në gjuhën malagasy. Shumë mirë. Një poezi tjetër? Po i marr me radhë nga librat. Ky është Jepi fjalës ko, është një botim i vjetër, ta shoh se nuk e mbaj mend, 2006. Si është shpirti im? Të lurova ditë të bukura, të fala rinin, ngushëllimin, mishërimin, humba në thetrat e dashurisë, o shgënjim, pse qani dëshpëruar, harron, si e më shpirti im? Atëherë unë të falenderoj shumë, vërtet ishin shumë të bukura këto poezitë e tua dhe librat dhe gjithashtu urojmë që karriera jote të vazhdojë dhe sa më parë për të gjithë lexuesit të ketë material pranë nga pena juaj. Dhe së fundmi, cili është mesazhi juaj për të gjithë artëdashësit e librit, poezisë dhe prozës që do të përcjellin nëpërmjet kamerës tonë? Duke qenë se kohët e fundit njerëzit janë fokusuar te rrjetet sociale dhe te pjesa digjitale, te pjesa online, te pjesa e janë larguar pak nga libri si libër, do doja që të kthehen tek libri. Lexuesi duhet ta prek sepse ka një lidhje shumë emocionale me librin dhe dashamirësit e tij që në moment që prek nga kopertina, nga aroma që marr librat e ri apo librat e vjetër, nga intimiteti që krijon me atë që lexon, duhet të promovohet, sidomos ne që punojmë edhe në arsim, duhet sa më shumë të afrojmë nxënësin, lexuesin e ri tek libri dhe ta bëjmë pjesë të saj. Sado që pjesa e teknologjisë dhe avancimit që po bën në mënyrë të shpejtë, libri ngelet një dashuri në vete dhe do doja që libri të ketë sa më shumë promovim, lexim dhe sa më pranë lexuesit të tij. Kjo është mesazhi im. Lexoni sa më shumë dhe rrituni, se libri të rrit, libri të formon, libri të largon nga veset, libri të largon nga ato hallet e përditshme dhe t'jep qetësi. Është oazë që mund të shkojmë gjithë, ta krijojmë atë botën tonë. Shumë bukur. Atëherë unë të falenderoj shumë për këtë intervistë kaq të ngrohtë me intonacione të buta që solli një ndërthurje shumë të bukur të bisedës tonë së bashku dhe të uroj suksese në rrugtimin tënd të bukur dhe në jetë gjithashtu në çfarëdo lloji profesioni që jeni. Kënaqësia ishte e gjithë e imja, të falenderoj dhe unë shumë. Intervista ishte shumë e ëmbël edhe shumë e dashur për mua. Ju uroj suksese dhe teleshikuesit tuaj mbarësi dhe bekime në familjet e tyre. Faleminderit. Faleminderit ju. Shikues të nderuar, ishim pranë në një intervistë shumë të bukur me poeten nga Malësia e Madhe Mimoza Rexhvelaj. Së bashku do të rishihemi sërish në intervistat e tjera. Miru takofshim.